Demokrati Oert Bylykbashi argumentoi para medias amendamentin e ligjit për dekriminalizimin mbi pezullimin e deputetëve apo funksionarëve të lartë nga puna kur ata janë të arrestuar në flagrancë, derisa ndaj tyre të ketë një vendim gjykate. Sipas Bylykbashit, autori i ligjit për dekriminalizimin, kur u shkruajt ky ligj, një situatë e tillë nuk ekzistonte dhe ishte e paimagjinueshme të ndodhte. Të mos jenë në parlament, mos ushtrojnë funksion publik kur janë të arrestuar në flagrancë për krim, për vrasje ose plagosje. Nuk mundet që një person i tillë të ushtrojë një funksion publik që kërkon besim publik. Ajo që kërkojmë është që me ligj kjo kategori të pezullohet në ushtrimin e funksionit derisa të marrë një vendim gjykata. Nuk kërkojmë asgjë, më shumë se sa kaq. Por kolegu i tij në krahun kundërshtar, Tauland Balla, thekson refuzimin e mazhorancës ndaj amendamentit dhe ka një krahasim për të. Në atë kohë nuk i kanë pasur këto propozime. Jam shumë i sigurt që pas një muaji do sillin një kat tjetër shtesë në ndërtimin e tyre pa leje. Se e kanë politikë dhe kanë filozofi. Janë parti e ndërtimeve pa leje. Balla nuk thot jo për miratimin e mundshëm të akteve nënligjore me të cilat ligji nis zbatimin, por sipas tij, vetë ndryshimi i ligjit në këto kushte është absurd. Unë bëj pjesë në ata që quhen deputet vjetër të Kuvendit të Shqipërisë tashmë. Dhe e dim fare mirë që një ligj që sapo është miratuar me konsensus, as më pak se 2 muaj më parë, tashmë është në fazën e implementimit. Dhe nuk janë ligjet si ndërtimet pa leje në Kamës, ku vjen njëri hedhi kat, vjen dhe i tjetër hudhe i kat tjetër dhe pastaj vjen dhe i komshi hudhe i kat tjetër. Por zoti Bylykbashi ka treguar kujdes për të gjetur edhe precedentin dhe për autor ka mazhorancën aktuale. Është një procedurë e ndjekur tashmë nga mazhoranca. Ju kujtoj ndryshimet e momentit të fundit në ligjin për reformën territoriale, ku për të akomoduar kërkesat e PDI-s, të shpëtimit të rizit, u ndryshua ligji duke krijuar njësi fare të vogla në kundërshtim me standardet, kurse ajo që kërkojmë neve është diçka parimore, është largimi i personave kriminal të arrestuar në flagrancë për vrasje ose plagosje nga parlamenti. Socialistët e konsiderojnë aksionin e Partisë Demokratike si një shqetësim prej reformës në drejtësi, fillimi punës për të cilën është çështje javësh. Fakti që po afron reforma në drejtësi, u duhet të krijojë një alibi për të bllokuar punimet e Kuvendit, për të bllokuar pjesëmarrjen në punimet e Kuvendit për të votuar reformën e drejtësi dhe kthehen tek kënga e vjetër e bllokimit të punimeve të Kuvendit në emër të një kauze që nuk e kanë. Por sipas Partisë Demokratike, qëndrimi i mazhorancës është përpjekje vetëm për të mbrojtur kriminalët. Ne kemi qenë të qartë prej ditës parë që çështja Armando Prenga i përket vetë se sistemit gjyqësor. Zoti Prenga është vetë pezulluar. Vetë pezullimi nuk ekziston as si kriter ligjor dhe aq më pak si kriter kushtetues, përdoj vlera është nul. Faleminderit.